Poseta e ujë të pishëm, e cila deri pak muaj më parë ishte mbi banesën e familjes Xhepi në fshatin Pleshtë të Bashkisë Klos, është bërë shkak për dëmtimin e shtëpisë dhe rrëshqitjen e tokës. Sokol Xhepi deklaron se dëmi u shkaktua kur poseta ishte ende aty, ndërsa pasojat vazhdojnë. Sipas tij, poseta rrith të gjithë kohës dhe ujërat përfundonin pranë banesës, çka kanë bërë që të ketë rrëshqitje të tokës. Megjithse poseta është larguar, Sokol Xhepi kërkon që t'i bëhet mbrojtës shtëpisë së tij, e cila vijon të jetë rrezikuar nga rrëshqitja. Ai kërkon ndërhyrjen e Bashkisë Klos, pasi sipas tij tani është koha e duhur, sepse kur të nisin shiret e vjeshtës, banesa rrezikon shembjen e plotë. Kom pas bën një kërkesë për këtë shembjen e vendit tonë rreth shtëpisë, që ka shku këtu një metër pothuajse larg themelit. Dhe më ka bërë dëm shumë, nga një arsyeja ka qenë një poset ujti që ka qenë këtu si për shtëpisë, kanë qenë tubat jashtë linje komplet, ujë pishëm, edhe me ka shem venin, ka dëmtu venin. Kjo punë ka ndodhur qish në janar, dhe më patën thonë ke bashkia që dhe bëjmë po t'ikin lagshtina dhe dhe bëjmë si punë. Të shtiu s'pu më vesh, ka 6 muaj që është boki muhabet, unë nuk u mor asnjë lloj informacioni. Edhe unë e ku myll shtëpinë në Qelc, edhe jam rrugëve me gjithë fëmijë. Të vinë, të verifikojnë, të shohin shtëpinë, shifet vetë ambienti, se këtu s'ka njeri. Kjo bashkia më kanë thonë do ta bëjnë, por është lagështini herë në janar. I kum thonë disa herë mrapa, prap e kum përsërit, asnjë lloj informacioni nuk kum marr. Mu më rrezikohet banesa, bile në rastin që kjo është shembull. Më ka plasur edhe muri këtu, dallor, shifet, më ka plas. Edhe këtu une, shkurtimisht, këtu unë për dimën unë s'u banoj. Unë do të marr fëmijët të vinë në shtëpi, se unë jam rrugëve me fëmijët. Si pasojë e lëvizjes së tokës, banesa e familjes së Sokol Xhepit në fshatin Pleshtë të Bashkisë Klos ka pësuar çarje në mure.